Politika e zis. A do ta trondit kjo grua skenën politike greke? Momenti mbarte nota teatrale, por rreziku ishte më së i vërtet. Maria Karistianou, nëna që u shndërrua në simbol të kërkesës për transparencë në Greqi pas katastrofës hekurudhore të Tempit në vitin 2023, nuk është më thjesht një aktiviste. Ajo është tashmë një kandidate për të ngjitur në pushtet. Aksidenti i Tempit shkaktoi vdekjen e 57 personave, pjesa më e madhe e të cilëve student të rinj, kur një tren udhëtarësh u përplas kok më kok me një tren mallrash në Greqinë qendrore, më 28 shkurt të vitit 2023. Midis viktimave ishte edhe vajza 19 vjeçare e Karistianout, Martha. Ajo që pasoi ishte një nga lëvizjet qytetare më të gjata që Greqia kishte parë që nga koha e krizës financiare. Manifestime të mëdha, betejë ligjore dhe një fushat për llogaridhënie, e cila ka përqeu vazhdimisht aftësinë e establishmentit politik për ta menakshuar apo frenuar atë. Vitin e kaluar, Karistianou ndihmoi në daljen në sheshe të qindra mijëra njerëzve në demonstratat më të mëdha që Greqia kishte parë prej vitesh. Muajin e kaluar, ajo e kanalizoi atë energji në lëvizjen Elpida Gjiat, shpresë për demokracinë. Nga mjeke pediatre në një udhëheqëse anti-establishment. Përpara tragjedisë së Tempit, Karistianou ishte krejtësisht e panjohur për publikun e gjerë grek. Pediatre në Kalamaria të Selanikut, ajo ishte, sipas pacientëve që e njihnin, një mjeke e përkushtuar ndaj parimeve më të mira të mjekësisë moderne, e kujdesshme me antibiotikët dhe e vëmendshme ndaj asaj që organizmi mund të bënte vetë. Një nga pacientët e saj, Nefeli A, nënë e 2 fëmijëve, e kujton si një person që nuk jepte ilaçe nëse nuk ishte absolutisht e nevojshme. Po kjo natyrë i dha formë edhe mënyrës se si ajo e projektoi dhimbjen e saj në jetën publike. Ajo nuk u mjaftua vetëm me pikëlimin. Ajo hetoi, organizoi dhe ngriti padiligjore, si në nivel kombëtar, ashtu edhe pranë prokurorisë evropiane, pasi arriti në përfundimin se drejtësia greke kishte dështuar. Vajza ime u dogj e gjallë, deklaroi ajo në tetor të vitit 2025, dhe në fashikulin zyrtar nuk ka asnjë referencë për zjarrin, s'ka asnjë akuzë për këtë, sepse shtu i intereson qeverisë. Në janar të këtij viti, sondazhet e nxirrnin a 33% më të pëlqyer se sa vetë kryeministrin Kyriakos Mitsotakis, i cili mbeti në kuotën 26% dhe më të pëlqyer se çdo figurë tjetër politike në vend. Më 1 prill, ajo e njoftoi zyrtarisht lëvizjen përmes rrjeteve sociale. Demokracia e re, e cila në zgjedhjet e vitit 2023 kishte siguruar 41% të votave, ka pësuar një rënije drastike të mbështetjes, e rënduar nga skandalet e korrupsionit dhe nga trashëgimia politike ende e pasgjidhur e Tempit. Syriza, partia që dikur mishëronte energjinë anti-establishment, tani vegjeton në periferinë e skenës parlamentare. Rasti i saj përbën një paralajmërim për atë se çfarë ndodh kur lëvizjet e protestës përvetësojnë zakonet e institucioneve që synojnë të sfidojnë. Në këtë boshllëk, Karistianou e ka pozicionuar shpresën për demokracinë si diçka vështirësisht të klasifikueshme, një lëvizje e ngritur jo mbi ideologji, por mbi kërkesën që shteti të përgjigjet për veprimet e veta. Që të jemi në gjendje të ndryshojmë gjërat, duhet të kemi mundësinë për ta bërë këtë, po flasim për pushtet. Ky është objektivi ynë, u tha ajo mbështetësve të saj në Selanik. Ajo ka refuzuar aleancat me partitë ekzistuese dhe ka përjashtuar politikanët e karrierës nga radhët e saj, duke argumentuar se ata mbajnë të njëjtën përgjegjësi për situatën aktuale në Greqi. Për disa analistë, paqartësia ideologjike e partisë, statuti themeluesi i së cilës, përfshin tema si familja, arsimi, shëndetësia dhe transparenca në prokurimet publike, pa një orientim të qartë të djathtë apo të majtë, nuk përbën dobësi, por është aseti i saj më i rëndësishëm strategjik. Në një kontekst ku votuesit po largohen një kohësisht si nga e majta, ashtu edhe nga e djathta tradicionale, një lëvizje që kërkon me ngulm llogaridhnie mund të fitojë mbështetje nga dyja krahët. Sondazhet sugjerojnë se kjo po ndodh që tani, me një përkrahje potenciale që shtrihet nga progresistët e zhgënjur deri te konservatorët anti-establishment. Megjithatë, asnjë analizë ndershme e kësaj aventure politike të Karistianou nuk mund të anashkaloj problematikat e saj. Debati mbi abortin. Në janar të këtij viti, gjatë një ndërhyrjeje në Open TV, Karistianou e cilësoi abortin si një çështje komplekse etike që përfshin si të drejtat e grave,
ashtu edhe ato që ajo i quajti të drejtat e fetusit, duke kërkuar një konsultim publik për një çështje që është rregulluar me ligj në Greqi që nga viti 1986. Reagimi ishte i menjëhershëm dhe i gjithanshëm. Si qeveria, ashtu edhe opozita këmbëngullën se kjo çështje ishte e mbyllur. Deklaratat e saj ishin të matura, por duke e kuadruar jetën e fetusit si një temë legjitime të debatit demokratik, ajo ju referua sfondit të saj mjekësor në një mënyrë që shpërfaqi pasiguri. Shoqata e viktimave të aksidentit të Tempit është distancuar nga lëvizja politike. Vetë aktiviteti themelues mbarte një simbolik të rëndësishme. Qyteti i Selanikut, i njohur për elektoratin e tij konservator, i dha ngjarjes një peshë të caktuar politike. Por mungesa më domethënëse e mbrëmjes ishte ajo për të cilën u diskutua më pak. Asnjë përfaqësues i shoqatës së familjarëve të viktimave të Tempit 2023 nuk mori pjesë, ndonse disa familje e nënshkruan deklaratën e themelimit. Këshilli drejtues i shoqatës ishte distancuar zyrtarisht nga ambiciet politike të Karistianou, që në dhjetor të vitit 2025, duke deklaruar se veprimet e saj nuk përfaqësojnë shoqatën dhe se misioni i saj mbetet ekskluzivisht kërkimi i drejtësisë për aksidentin. Pano Ruçi, emigrant nga Shqipëria, gjithashtu prindi një prej viktimave, ishte kategorik në refuzimin e tij. Kam luftuar për tim, birë dhe për të vërtetën, jo për përfitime politike. Katerina Moutsatsos dhe identiteti ideologjik i shpresës për demokracinë. E ftuara surprize e aktivitetit themelues, aktoria dhe aktivistja Katerina Moutsatsos i shtoi një tjetër nivel kompleksiteti. E lindur në Kaliforni dhe me baba një oficer të marinës greke, Moutsatsos ka ndërtuar një karrierë të suksesshme në televizionin grek, por edhe në teatrin turk, me një rol të spikatur si Stella në serialin Yabancı Damat. Kjo ndodhi përpara se ajo të realizonte videon virale të vitit 2012, A jam Helene, unë jam Helene, një mbrojtje pasionante e identitetit grek në kulmin e krizës së borshit. Poliglote, e diplomuar për teatr në Sorbonne dhe prej vitesh mbështetëse e përdorimit të termit Helen. Në vend të grek, ajo deklaroi para publikut në Selanik se ishte përgatitur prej 14 vitesh për këtë moment. Në vitin 2024, ajo kishte kandiduar për Parlamentin Evropian me EPAM-in, një formacion nacionalist i linjës së ashpër dhe kundërshtar i memorandumeve të mirë kuptimit. Nëse shpresë për demokracinë do të shndërrohet në një forcë qeverisëse, apo do të mbetet thjesht një lëvizje rade në listën e gjatë të lëvizjeve greke të glabëruara nga sistemi që sfiduan. Kjo varet nga pyetjet të cilave asnjë aktivitet themelues nuk mund t'u jap përgjigje. Koalicioni është i gjerë, kontradiktat janë reale dhe familjet e munguara shërbejnë si një kujtese e përhershme e asaj që ka humbur. Ajo që mbetet e sigurt është se, për herë të parë pas një kohe të gjatë, muret e establishmentit të politikës greke po drihen dukshëm.